Mbrëmja në shtëpinë e Big Brother ishte e qetë, derisa tensioni I pashprehur prej ditësh mes Bias dhe Labinotit filloi të ndiste atmosferën. Ata të dy kishin luajtur gjatë me provokime, batuta, shikime të fshehta dhe afrime të vogla që banorët I kishin vënë re, por askush nuk e kishte menduar se do të vinte momenti kur dyshja do të shpërthente para syve të gjithëve. Bia, energjike, e zjarrt dhe gjithmonë në qendër të vëmendjes, po qeshte me zë të lartë në qoshën e oborrit. Ndërsa Labinoti, që zakonisht ruante qetësinë, e pa duke ju afruar me një buzëqeshje të atij tipi që flet më shumë se sa fjalët. Mes tyre kishte diçka që lëvizte në ajër, një tension I ëmbël. I padurueshëm, mos më shiko ashtu, I tha Bia me një zë të ulët, duke luajtur me flokët e saj. Pse? Të prish qetësinë? Ja ktheu ai me një ton sfidues. Në atë moment, as kamera dhe as banorët që nga larg po I ndiqnin nuk ekzistonin më. Ishin vetëm ata të dy, Bia ju afrua pa thënë asnjë fjalë dhe Labinoti nuk u tërhoq. Përkundrazi, u afrua edhe më shumë, saqë frymëmarrjet e tyre u përzien. Ishte ai çasti kur gjithçka që kishin mbajtur brenda për ditë të tëra shpërtheu. Bia e kapi lehtë nga fytyra, ai I afroi nga beli. Dhe dyshja u bashkuan në një puthje të zjarrt, të gjatë, plot emocion dhe pasion të papërmbajtur. Banorët u ngritën në këmbë. Disa filluan të duartrokisnin, disa mbetën me gojë hapur, të tjerë thjesht qeshën nga befasia. Ishte një moment jashpër, I fortë dhe I ndjerë, një puthje që ndryshoi energjinë e gjithë natës. Bia u shkput e para, e frymuar, dhe me atë buzëqeshjen e saj tipike tha, ja ku e patët, mos na shikoni më tani. Ndërsa Labinoti, me një qetësi triumfuese, vetëm u ul dhe tha, kështu ndodh kur dikush të provokon shumë. Në shtëpi shpërtheu zhurma, komentet, thashethemet. Çifti I sapo lindur u bë tema e nxehtë e gjithë natës. Dhe Big Brother, si gjithmonë, I dha publikut pikërisht atë moment që askush nuk e priste, por që të gjithë donin ta shihnin.